Shumica e njerëzve nuk din të marrin frymë siç duhet. Dhe ndoshta edhe ti je një prej tyre. E ke vënë re ndonjëherë se frymarrja jote është sipërfaqësore, e shpejtë dhe jo e plot? Në fakt, 98% e njerëzve përdorin vetëm 1/3 e kapacitetit të mushkërive të tyre. Kjo do thotë që ata po marrin frymë vetëm me një pjesë të potencialit të tyre. Mos përdorimi i diafragmës e kufizon energjinë jetësore që quhet prana, forca që ushqen shpirtin dhe trupin. Në mësimet mistike të Kriya Yogës dhe Taoizmit, frymëmarrja është themeli i zhvillimit shpirtëror. Frymëmarrja e thellë dhe e vetëdijshme nuk është thjesht oksigjen për trupin. Është një urë midis toksores dhe shpirtërores. Frymëmarrja është energjia që zgjon pjesët e fjetura të mendjes, e çon vetdijen në nivele më të larta dhe hap rrugën drejt transformimit të brendshëm. Kur fryma është e cekët, ki nuk po jeton plotësisht, thjesht po ekziston. Shkenca moderne e konfirmon. Frymëmarrja diafragmatike rrit nivelin e oksigjenit në gjak dhe përmirëson funksionet e sistemit nervor autonom. Kjo nuk është vetëm për shëndetin fizik, por thellësisht për mirëqenien shpirtërore. Çdo frymëmarrje e vetëdijshme ushqen çdo qelizë, çdo mendim, çdo emocion. Fryma është si karburanti i një makinerie të fuqishme. Nëse përdor frymëmarrje të cekët, po funksionon me cilësinë më të ulët të mundshme të energjisë. Kur frymëmarrja është e thellë dhe e vetëdijshme, ajo lëviz pranën në përshtyllën kurrizore dhe zgjon pjesët e fjetura të trurit. Kjo është një praktikë thelbësore e Kriya Yogës dhe Taoizmit. Ata nuk e shikojnë frymën si thjesht ajër, por si burim i shenjtë energjie. Duke u fokusuar në frymëmarrje nga barku i poshtëm, dantian, ata aktivizojnë rrjedhën e qi në trup dhe ngzisin shërim të thellë dhe vetëdije më të lartë. Frymëmarrja me diafragm rrit ndjeshëm oksigjenimin e gjakut dhe ndihmon trurin të funksionojë në nivelin e tij më të lartë. Ajo forcon sistemin nervor dhe balancën e brendshme. Shumica e njerëzve jetojnë në një gjendje të vazhdueshme lodhjeje, sepse marrin frymë cekët. Frymëmarrja e cekët është si të provosh të ndezësh një makineri me karburant të dobët. Mund të lëvizësh, por kurrë nuk do të arrish potencialin tënd të plot. Frymëmarrja ndikon thellë në vetdijen tënde. Me frymëmarrje të saktë, ti nuk ndihesh vetëm më i fokusuar dhe i qartë, por gjithashtu ndryshon shtetin tënd të qenies. Në Kriya Yoga, një teknik bazë është frymëmarrja e thellë me mantrën Om në mendje. Kjo praktik mbyll zhurmat mendore dhe hap rrugën drejt një vetdije më të lartë. Provoni tani, merrni frymë thellë dhe, teksa nxirrni, përsërini Om në mendje. Praktikat më të avancuara të Kriya Yogës përfshin drejtime mendore të frymës përmes qendrave energjetike në shtyllën kurrizore. Kjo nuk është thjesht imagjinat, por drejtim real i energjisë, që zgjon fakultetet të fjetura të shpirtit. Edhe në Taoizëm, ka metoda si orbita mikrokosmike, ku qi qarkullon në për rrugët kryesore të trupit. Kjo sjell harmoni, shërim dhe ngritje të vetdijes. Pushimi që ndodh pas nxjerrjes së frymës ka vlerë mistike. Shumë teknika jogike theksojnë këtë moment. Shkëmbimi më i madh i CO2 dhe krijohet heshtja e shenjtë. Provo tani, merr frymë thellë, nxirre plotësisht dhe ndalo. Qëndrona atë qetësi, aty është zbrazdia, burimi i gjithë krijimit. Frymëmarrja e ngadalt, rreth 5-6 herë në minutë, është ritmi optimal. Ky ritëm rrit variabilitetin e rrahjeve të zemrës
dhe përmirëson funksionet autonome. Do të ndihesh më i qetë, i balansuar dhe i lidhur me vetveten. Provo tani. Merr frymë duke numëruar deri në 5. Nxirr frymën po aq ngadalë dhe përsërite këtë ritëm për disa minuta. Një teknik tjetër e fuqishme është frymëmarrja 4-7-8. Merr frymë për 4 sekonda, mbaje për 7 dhe nxirre për 8. Kjo metodë qetëson sistemin nervor dhe ndihmon trupin të aktivizojë përgjigjen e relaksimit. Është një mënyrë e thjeshtë, por shumë efektive për të rritur forcën e shpirtit dhe për të çliruar tensionin. Me praktikë të përditshme, kjo teknik mund të ndryshojë mënyrën si ndihesh dhe si vepron në botë. Si çdo praktikë shpirtërore, konsistenca është thelsi. Frymëmarrja e vetëdijshme nuk është vetëm për momentet kur je i stresuar apo në meditim. Ajo duhet të bëhet pjesë e jetës tënde të përditshme. Sa më shumë të praktikosh, aq më shumë do të vëresh transformime të thella në humorin, energjinë dhe vetëdijen tënde. Fryma bëhet ura që lidh mendjen, trupin dhe shpirtin. Frymëmarrja është një mjet për alkiminë e brendshme. Në thelb, energjia është magji dhe përmes teknikave të frymëmarrjes, ne mund ta transmutojmë këtë energji. Çdo cikël fryme është një mundësi për të pastruar, transformuar dhe fuqizuar veten. Kjo nuk është metaforë, është përvojë reale për ata që praktikojnë me përkushtim dhe vetëdije. Në Taoizëm, ekziston një koncept i quajtur frymëmarrja embrionale. Kjo praktik nuk fokusohet tek fryma e jashtme, por tek një frymë e brendshme, delikate, që kultivon qinë primordiale, energjinë më të rafinuar që ekziston në trupin dhe shpirtin ton. Me këtë teknik, praktikuesi rilind energjikisht dhe shpirtërisht, duke u kthyer në një formë më të pastër të vetvetes. Një tjetër praktik taoiste janë 6 tinguj shërues. Këto janë tinguj specifik që shoqërohen me nxjerrjen e frymës dhe përdoren për të çliruar emocionet negative të ruajtura në organet e brendshme. Secili tinguj ka një frekuencë që rezonon me një organ të caktuar, duke ndihmuar në pastrimin dhe shërimin e energjisë së bllokuar. Në Kriya Yoga ekziston një praktik e quajtur Mahamudra, që kombinon mbajtjen e frymës me posturat fizike për të drejtuar rrjedhën e energjisë. Kjo teknik nuk ka të bëjë vetëm me qëndrime trupore, por me një metodë për të formuar aurën, trupin energjetik që na rrethon. Çdo mbajtje e frymës bëhet një portë për transformim. Një teknik pranayamike nga Kundalini Yoga është frymëmarrja e zjarrit. Ajo përfshin frymëmarrje të shpejta dhe diafragmatike që pastrojnë sistemin dhe rrisin qarkullimin e pranës. Kjo teknik më solli për herë të parë një përvojë jashtë trupit, me vetdije të plotë dhe kthim të sigurt. Është si një buton rindëzjeje për të gjithë qenien tënde. Ulu me shtyllën kurrizore drejt dhe fillo me një nxjerrje të fuqishme përmes hundës, duke kontraktuar barkun. Frymëmarrja ndodh natyrshëm. Përsëriten nxjerrjet me ritëm të shpejtë, 2 deri në 3 frymëmarrje në sekond. Fokuso vëmendjen në bark dhe ndjej ngjitësinë që ngrihet në qendër të trupit. Kjo është energjia që liron bllokimet dhe sjell gjallëri të re. Filloni me 30 sekonda dhe gradualisht shtoni kohën deri në 1 deri në 3 minuta. Ndjesi si mpirje ose lehtësi janë të zakonshme, ato tregojnë lëvizjen e energjisë. Nëse ndihesh në siklet, ndalo dhe kthehu në frymëmarrje të zakonshme. Pas përfundimit merr një frymë të thellë, mbaje për disa qaste dhe pastaj nxirre ngadalë. Qëndro në heshtje, basko drumi. Frymëmarrja e zjarrit nuk është thjesht ushtrim fizik, është një mjet për të pastruar trupin qelizor dhe trupin astral. Ajo liron emocionet e bllokuara, rrit vetëdijen dhe e lidh praktikuesin me thelbin e tij të brendshëm.
është një mënyrë për të rigjeneruar shpirtin dhe për të rikthyer në ekuilibër me universin. Këto teknika të frymëmarrjes, nga frymëmarrja bazë diafragmatike, te praktikat më të avancuara të Kriya Yogës dhe Taoizmit, janë vetëm fillimi i një udhëtimi të thellë transformimi. Nëse ke përvojë, përdori këto si mjete të reja. Nëse je fillestar, le të jenë hapi yt i parë drejt vetëdijes së zgjuar. Çdo frymë që merr është një mundësi për të ndriçuar shpirtin dhe për të ndryshuar jetën.